Rikthehemi në studio, miq të dashur, pas këtij lajmi dhe këtyre zhvillimeve, megjithatë Endri Tafani ishte ai që ngriti pyetjen që po na shpëtonte pak a shumë të gjithëve. Ç'ne ra ky mort dhe pati heshtje. Endri Tafani është me mua në studio, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Në shkrimi juaj pati jo vetëm fatin që të pëlqejë dhe të ngrinte ca pikë pyetje të rëndësishme për vendin ku jetojmë ne, por dhe për ekosistemin ku militojmë, por me gjitha pati fatin edhe të përkthejnë gjuhët huaja e jetuat pak si futbollistët që i marrin, ato futbollistët e viteve 90 që i merrin ekipet e mëdha jashtë? Jo, nuk është. Apo e pak më me modesti? Jo, nuk ishte qëllimi im, domethënë që të ndodhte, thjesht vura re një trend, domethënë që i cili ka vite që ndodh. Edhe normal, u shpreha për atë gjë, se më duket sepse në Shqipëri, po edhe në botë, domethënë, jetojmë në një periudhë në të cilën jemi jashtëzakonisht të dezinformuar. Për shembull, për dënë idenë, Katari në 20 vitet e fundit ka harxuar rreth $100 miliard në 20 vitet e fundit në ato që quhet soft power në perëndim. Ka investuar në universitete, në televizione, në media, duke në organizata, OJF e tjera, pikërisht për të krijuar këtë soft power në perëndim. Plus propagandën, cilën ai e vazhdon nëpërmjet Al Jazeera-s e tjera. Kina pak a shumë, edhe ajo ka harxuar rreth $100 miliard. Ke Rusinë, e cila në 20 vitet e fundit ka harxuar $40 miliard dhe imagjinoni në 20 vitet e fundit janë rreth $240 miliard që janë harxuar kryesisht në perëndim. Domethënë çdo muaj kryesisht për propagandë. Kryesisht për propagandë, imagjinoni çdo muaj $1 miliard. Dhe efektet ndihen, sidomos në Evropën perëndimore, po ta shikoni, apo dhe ato që quhet hapësira perëndimore, sepse përfshihen dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia, apo dhe vende tjera. Dhe në këtë investim kaq të madh që është bërë, vjet re një aleancë, është një aleancë e vjetër, faktikisht në Evropë, midis asaj që është ekstremi majt edhe ekstremizmit islamik. Dhe arsyeja ku takohet Shqipëria, edhe më falni nëse nuk po ju lë hapësirë për të elaboruar devizën tuaj, po më duket shumë e dukshme lidhja me Shqipërinë e kësaj strategjie. Tani, lidhja me Shqipërinë ka të bëjë. A ka arritur kryeministri jon në këtë gazsjellsin e propagandës të fusit tubin e vet, lidhjen e vet legale ose ilegale dhe të përfitoj? Tani, për sa i përket kryeministit, një pjesë e kësaj propagande ka ardhur, po themi në drejtimin e sidomos atë që quhet Agenda Woke. Duhet të kuptuar që ajo që është Agenda Woke nuk është vetëm forcat ekstremiste të majta, liberale, domethënë që e promovojnë. Por, njëkohësisht janë dhe këto fonde që vijnë nga këto që thash, domethënë ato që janë fuqi lindore, të cilat duan të në një farë mënyrë të shkatrojnë perëndimin nga brenda, pra të rrisin ato që quhen tensione sociale të brendshme. Pra, Agenda Woke atyre u intereson. Dhe investojnë në drejtim, nuk është e rastit për shembull që gjithë ato që janë në universitetet në Amerikë, i pam kësaj radhe, domethënë se si dolën në një pozicion janë infiltruar nga e majta, duke filluar që në vitet 60, duke filluar me postmodernizmin, duke me Foucault, e famshëm, që është një nga filozofët më të njohur të asaj rryme, me postmodernizmin, me të cilë fundit si janë gjë tjetër veç se neomarksist, që themi atë që është, domethënë. Aty shkon sa do paketori. Po sepse neomarksistët për shembull botën e shikojnë si të ndarë midis atyre që janë shtypsit dhe të shtypurit. Domethënë është koncepti i vjetër i Marksit, po tashmë i kaluar pak më ndryshe, qofse Marksi shifte dikur punëtorët dhe kapitalistët, sot ata që janë neomarksistët nuk shohin më punëtorët dhe kapitalistët, kanë gjetur figurën e tyre kryesore, kundërshtare është njeriu i bardhë, mashkulli i bardhë heteroseksual, në themi atë që është, domethënë. Ai është figura e cila është rrënja e të keqes. Është rrënja e të keqes dhe që duhet zhdukur. Dhe ka një teori komplet mbi këtë që është critical race theory, e cila është zhvilluar në fund viteve 90, prap një grup tjetër neomarksistësh, në të cilën thonë që ky është thelbi i të keqes në këtë botë. Dhe këta janë opresorët,
pra shtypësit, dhe të shtypur të janë gjithë pakicat e tjera, në cilat ai identifikojnë duke filluar që në agjendat e tyre që janë LGBT, duke filluar pastaj në ato që janë pakicat racore, në kuptimin afrikanët, hispanikët, në rastin e Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, por duke futur pastaj edhe emigrantët që vinë nga Afrika, emigrantët që vinë nga Siria, emigrantët që vinë nga Azia. Domethënë, gjithë këto janë të shtypurit dhe janë pasojë e kësaj supremacie të njeriut bardhë, i cili për 200 vjet ose 300 vjet e ka shtypur botën. Pra, dhe në këtë moment një nga teoritë e tyre është për shembull që ajo që quhet DEI, Diversity, Equity dhe Inclusion, që duhet të kemi kuota pra në institucionet tona, ne duhet të kemi kuota që të promovojmë këta që janë të shtypurit, pra të mbushim universitetet me këta njerëz, sepse për 200 vjet nuk i ka lënë njeriu bardhë që të zhvillohen. Pra është një teori aq e gjatë edhe aq e komplikuar, e cila pastaj ka çuar në situata të cilat janë kundërta e teorisë rasës ariane, në një farë mënyre shkon me atë teori, ironikisht është raciste ndaj njeriu të bardhë, domethënë edhe pretendon këtë racizëm, si thuaç, duke u munduar ose duke deklaruar që unë jam kundër racizmit, por praktikisht është racizëm i pastër. Dhe në rastin tani si implementohet kjo në rastin e ndikimit që Trump pati te armpushimi në Gaza. Tani në këtë kuadër, ata që është agent e majt përgjithsisht, ose ata që janë ekstremi liberali majt, e shikojnë Trumpin, ai që është duke luftuar si një nga tipikisht ai personi, ai njeriu i bardhë, domethënë shtypës i këtyre që janë të tjerëve, ai që ka prirje fashiste e tjerë. Dhe çështja komplikohet kur vjen puna tek çështja e Palestinës. Ato s'din me këtë janë këta? Sepse te çështja e Palestinës ata e din me kë janë, ata janë me palestinezët, sepse lidhja midis ekstremit majt dhe çështjes palestineze ka qenë shumë e hershme. Mjafton të kujtojmë këtu për shembull që OÇP-ja e Arafatit është krijuar nga KGB-ja. Domethënë në 1964 është fakt publik që është krijuar nga KGB-ja për të shfrytzuar, po themi atë hapësirë boshe në mënyrë të tillë që Bashkimi Sovjetik të infiltrojë në po themi në lindjen e mesme dhe të krijonte probleme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo pikpamje nga ana e ekstremit majt kryesisht në Evropë ka qenë lidhesh me faktin që Izraeli është parë si projekt i imperializmit amerikan për të shtypurit, pra një farë kolonizimi, kolonizatorët erdhën nga Evropa, hebrejt dhe shtypën ata që ishin popullsia vendase të kolonizuar, që në këtë rast ishin arabët e zonës, që quheshin palestinezë, domethënë. Dhe kjo lidhje e hershme ka bërë që OÇP-ja e Arafatit, që kur është krijuar, të bashkëpunojë dhe me ato që kanë qenë organizata terroriste në Evropë të ekstremit majt, për shembull ka qenë Rota Army, Brigada Rose, pra kanë qenë disa formacione politike. Rafi gjermanisë. Dhe kanë qenë dhe kjo pastaj ka vazhduar dhe shikohet edhe në ditët e sotshme që ekstremi majt në Evropë përgjithsisht e ka marrë çështjen palestineze e shikon në këtë drejtim. Dhe nuk hapën shampanjë kur ndaluan. Edhe problemi është tani problemi i tyre është që duke e bërë, pra duke vajtur në këtë drejtim, pra të luftës ndaj imperializmit, kur arrit që të arrit një marrëveshje paqe që realisht u bën mirë atyre që janë aty, nuk arrin dot, domethënë fëmijët, se kjo ishte pjesa që preku gjithë botën. Po tani sa herë që ditet situata për të diskutuar, thuaç që Izraeli vret fëmijët, okay, në rregull, tani po ndalon kjo vrasje, minimumi duhet të jesh i lumtur. Por nuk shprehet njeri. Nuk shpreh sepse është si thua është kundërproduktive. Është kundërproduktive për vetë agjendën e tyre, domethënë që sepse ata nuk e pretendojnë si një zgjidhje të situatës, ata popullsia aty duhet që të jetojnë në paqe. Ata e mendojnë gjithmonë si një luftë klasës që cila duhet vazhdojë vazhdimisht, duhet të kemi gjithmonë si lufta është, po është si puna e luftës klasave që është mësuar dikur në teorinë marksiste dhe që ka qenë edhe në Shqipëri, që duhet vazhdojmë luftën e klasave ndaj mbeturinave mikroborgjeze, thuaç dikur, pra se klasa borgjeze kishte ikur, kotën veri, po në vitet 70-80
ishte lufta ndaj elementëve të mikroburgjezisë që kishin ngelur në mentalitetin e njerëzve. Kështu që kjo luftë klasash e mban vazhdimisht të avancueshme çështjen e socializmit. E njëjta gjë edhe për rastin e këtyre që janë neomarksistë. Kjo luftë duhet të jetë e përjetshme. Pra revolucioni duhet të jetë vazhdimisht, duhet të jetë i përjetshëm që njerëzit të ecin përpara. Domethënë, kjo e bën që ata njerëz mos jenë të interesuar për një marrëveshje paqe. Ju bëni një analizë gjeopolitike dhe unë ndoshta për shkak të punës time të përditshme shoh të majtën shqiptare kaq fort të integruar në pikërisht në këtë panoramë që ju thoni. Dhe ndërkohë që bëjmë tani verifikime të mëpasshme, shohim që edhe të gjithë agjendat që ka promovuar kryeministri Rama kanë qenë të gjitha të koordinuara me të majtën perëndimore. Nga kanabizimi i vendit, ata flisnin për legalizim, ne filluam me mbjellje, sigurisht e përkthyem pak shqip-shqip, çdo gjë, nga wokizmi te ata flisin për drejta LGBT, ne bënim parada këtu, kishim pak një avancim të tillë. A është kjo e majt burimi i forcës së Edi Ramës? Kjo forcë e mistershme, se diskutuam pak më parë me ambasador Neshon, ndërkohë që dim gjithçka dim për Edi Ramën, shohim që vjen von der Leyen dhe na thotë sa punë të mirë po bën. Edi, forca e tij në kuptimin e mentalitetit shqiptar jo dhe aq. Kjo forcë shfaqet në marrëdhëniet me atë që është kasta e perëndimit në qeverisje. Se duhet kuptuar që kur ka dalë, po themi, kjo puna e postmodernizmit, është zhvilluar jashtëzakonisht shumë në ato që janë universitetet e shkencave shoqërore. Dhe normalisht nuk ecën dot në shkencat eksakte, se në shkencat eksakte nuk ka kur ti futesh për matematik, fizik apo për mjeksi, normalisht nuk të del koha që të merresh me diskutime se çfarë genderi duhet të jetë. Pra, shkencat eksakte kanë shpëtuar, por duke futur në shkencat shoqërore, që në vitet 60, 70, 80, 90, është krijuar ajo kast profesorësh që pastaj krijuan studentët e tyre, që këta studentë pastaj filluan punonin kryesisht në media, filluan futesin kryesisht në politikë e këto të tjera. Pra, këta tashmë që kanë ardhur në pushtet janë produkt i asaj propagande. Dhe ne shikojmë, për shembull, në rastin e Evropës perëndimore, për shembull, njëna agenda që ka qenë vazhdimisht ka qenë agenda e migracionit, domethënë me një parull e cila ishte diversity is our strength, pra diversiteti është fuqia jonë, dhe pavarësisht se njerëzit, ky ishte problemi shumë i madh, pavarësisht se njerëzit poshtë nuk donin këtë emigracion shumë të madh, emigracioni vazhdonte akoma dhe më tepër nga ana e këtyre që ishin sipër. Pra, ishte krijuar, është qartë, që është krijuar një kastë njerëz të sipër, të cilët nuk pyesin më as për vullnetin elektoral të vendeve, pra të elektoratit vetë poshtë. Dhe mundohen nëpërmjet medias, në të cilën janë po prap kjo kastë e prodhuar, shok të tyre, të cilët mundohen të indoktrinojnë, po themi, elektoratin, duke thënë që nëse ti flet për shkak kundër migracionit, ti je racist, nëse ti flet kundër ti je islamofob e të tjerë, pra kanë krijuar terma në të cilët ti e ke shumë të vështirë pastaj që që edhe të arsyetosh, sepse ke shumë media kundër, ke shumë, dhe kjo pastaj çka ka sjell? Ka sjell raste për shkak kur kemi rastin e Britanisë, në të cilën si konservatorët që ishin me Rishi Sunakun më përpara, si po themi Keir Starmer, nuk është se kanë ai diferencë në punën e emigracionit. Do të thonë, del një Nigel Farage që pati edhe ato replikat me Rama, por dhe ai nuk është ndonjë, por nuk është dhe ai ndonjë, po themi, aq ekstrem në drejtim të ndalimit të emigracionit, megjithëse popullsia aty do një ndalim të fortë të emigracionit, sepse është duke ndryshuar strukturën demografike dhe kulturore të po themi të Britanisë, për shembull në rastin e Londrës, shumë vetë tallën tani i thon Londonistan, se është mbushur Londra, domethënë me pakistanez. Është mbushur me po, jo vetëm pakistanez, po çfarë do lloj po themi na emigranti ka vajtur në Londër, dhe tashmë Londra është e 67% është emigrant dhe nuk ka më britanik në Londër. Dhe ata që janë në Londër thonë bold se tashmë qyteti është ndruar komplet, s'pyet asnjëri, as konservatorët, as laboristë, dhe kjo ndodh sepse është krijuar kjo kastë, po them, që mbi të 60-70, të cilët
janë dhe në politik, po janë dhe në media. Dhe duke qenë se Rama në një farë mënyre e ka, po themi, këtë agent, mbase paksa të imponuar apo i intereson për momentin sepse ky është trendi në këto. Rama niset nga një piknisje shumë avantazhuar se Europa, se niset nga komunizmi, ata u nisen nga një demokraci konservatore republikane dhe mezi po shkojnë drejt një të majte liberale. Nuk mendoj që Rama ka një ideologji të saktuar. Rama se intereson, domethënë, për pushtetin që të kryej këto veprime. Rama mund të ishte edhe fashist, domethënë, mund të ishte edhe komunist, mund të ishte çfarë lloji gjëje, sepse nuk mendoj që Rama ka një ideologji të vetën. Përveç qëndrimit në pushtet. Edhe kjo, goxha trajt tipike e majt. Ja, dakord, po kur ty intereson thjeshtërisht pushtet, pavarësisht se çfarë mund të bësh, normalisht ti është pak e vështirë të diskutosh ideologji. Është pak e vështirë thua është i majt apo është i djathtë. Ajo që po ndjek praktikisht është ekstremit liberal, në kuptimin e, po themi, liberalizimit edhe mënyrës se si po trajtohet e popullsia. Për shembull, ne kemi rastin tani që në momentin kur ti nuk pyet më, se kjo është një problem dhe në Evropë. Evropa tashme e majta duke mos u marrë më me çështjen e punëtorëve, kur ka qenë e majta në Evropë? Ka qenë tipikisht klasa punëtore, të drejtat e punëtorëve, si ata duhet të organizohen, që të kenë më shumë. Pra kjo rishpërndarje e pasurisë në kuptimin e që merrja të pasurve për t'ia dhënë të varfërve, ky është koncepti klasik. Tashmë ka ikur ky koncept klasik. Nuk merret më njëri me të drejtat e punëtorëve në Evropë, në e majta. Tani merren me të drejtat e atyre që quhen pakica të shtypurit, domethënë dhe kjo pastaj ka bërë këtë shkëputje nga hallet e njerëzve, të cilët janë gjithmonë më të shtypur nga ana e emigracionit, nga ana e inflacionit, sepse, për shembull, emigracioni nuk është e majt si, po themi, si mënyrë zgjidhje e problemit. Emigracioni është më tepër i intereson punëdhënësit. Pse? Sepse është krau i liri punës. Pra, teorikisht duhet të jetë agjende djathtë, që ti fut njerëz të cilët janë me kosto të ulët. Po, në aspektin ideologjik e djathta ka, edhe më sta ke quptoj njëri jo PD-ja, e djathta si fizionomi politike, ka një lidhje më të fortë me tokën, sesa e majta, që ka lidhje më të fortë me ideologjin. Në momentin kjo ka qenë vërtet për djathën dikur, themi, kur ka qenë përpara se të fillonte e djatha të transferonte kapitalet që u bë transnacionale dhe e djatha. Domethënë, në momentin kur bota bësh globaliste, pra kapitalet shkojnë në një vend në vendin tjetër, nuk ati intereson që të ketë krahun e lirë të punës, nuk ose intereson dhe shumë, po themi, shtetin kuptimin nacionalist ose kombi kuptimin nacionalist. Gjithsesi, kjo pjesa e emigracionit teorikisht duhet të ishte kundërshtuar nga e majta. Por nuk kundërshtohet. Pse? Sepse nuk shifet më tashmë halli i punëtorëve. Shifet halli i të shtypurve, që në mendjen e tyre të shtypurët janë emigrantët që vinë. Dhe kjo në Shqipëri po ndodh pikërisht në këtë situatë që jemi. Për shembull, këtu nuk shikohet që inflacioni është i lartë, papunësia është e tillë që i detyron njerëzit që të emigrojnë, sidomos të rinj. Mundohet të zgjidhet nëpërmjet emigracionit. Ne keni parë se sa punëtorë janë që kanë ardhur nga jashtë. Dhe kjo pastaj çon në kjo çon pastaj në në Evropë ose paktën Perëndim ka çuar në një ndryshim etnik, shoqëror, që pastaj sjell konflikte sociale, sepse janë kultura të huaja që fillojnë dalë vendosen atë vend dhe fillojnë të luftojnë me kulturën vendase. Sigurisht. Dhe kur arrihet një fazë kritike, ka një masë kritike. Ka një masë kritike në të cilën për shembull nëse popullsia e huaj shkon 20% apo 25% dhe më tepër, normalisht fillon plas konflikti, që është konflikt shoqëror dhe që pastaj mund të çojë në parlamentimin e shtetit. Në këtë drejtim Rama duket sikur po e vazhdon atë pjesën e mos kujdesjes për ata që janë për shqiptarët, domethënë, edhe është duke
po themi, duke krijuar në fakt kushtet për këtë emigrim të pakontrolluar, që në fund fare i prish punën të vetë shqiptarëve. Një i ri shqiptar, nëse konkurohet nga një Filipinas që vjen apo një Bangladeshas që vjen për një rrogë më të ulët, normalisht i riu shqiptar pastaj s'ka shanse që të mbijetojë dhe do ikë jashtë. Dhe kjo është shumë e dëmshme për Shqipërinë, të paktën edhe në aspektin e planit afatgjatë, sepse edhe ai Bangladeshasi duke ditur se si është ekonomia shqiptare, edhe ai do largohet tjetër edhe në fund siç ka ndodhur. Pra, në një farë mënyre, kjo në mënyrë se si konceptohet problemi në perëndim nga e majta, në mënyrën se si ata e konceptojnë botën midis shtypësit dhe të shtypurve, duke eliminuar atë klasë punëtore në kuptimin klasik, po duke u marrë me këto pakicet e tjera, kjo tip agjende ka ardhur në Shqipëri në këtë drejtim dhe ne po shikojmë rezultate njëkohësisht ka ardhur në drejtimin pasaj të atyre që pretendojnë që të bëjnë ndryshime në kodin e familjes e tjerë, për sa i përket gender e tjerë që janë. Se do heqim dorë nga gjinia. Zoti Tafani, doja patjetër këtë bisedë mbi të gjitha, sepse duket sikur kemi gjithmonë një agjendë ad hominem për të sulmuar kryeministrin apo veprime konkrete të tij, ndoshta ishte domosdoshme që ta kuptonim edhe në një këndvështrim paksa më nga sipër dhe më ideologjikisht se çfarë qëndron pas atyre zhvillimeve të vogla që shohim çdo ditë në këtë vendin tonë. Ndaj dhe për këtë ju falenderoj për kohën. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare, do rikthehemi pas pak në Orikun, po bëhen gati për të shfarosur popullsinë vendase, edhe bizneset aty dhe për t'i zëvendësuar me një oligark me 6 kamarer Filipinas. Super gjetje edhe kjo.